unë e kom ndërtu një website që është Dex shtesë për programera, mirë po I kom jap rëndësit veçantë veç bootcampit. Do thotë qysh e kom ndërtu këtë web është e kom përdore layer arkitekturën, këto të kodi. Do thotë mund jemi gjetë komponentat komplet rutat edhe qa përfshihet në ruta. Kom fillu do thotë sfalja kom ndërtu një logot veçantë veç me shkronja bootcamp për programera, ku I kom përdor edhe 2 klapat që shenë edhe të website për programera. Këto do të I kom ndërtu gjitha rutat në navbar edhe një search bar. Mas ne I kom vazhdu me një slider, ku ndrohet automatikisht, do të thotë I kom vendos veç 3 foto, edhe I kom vendos me ka një fjalë me përshkrim. Poshtë e kom vendos logon për programera, edhe një përshkrim thjesht. Nuk është diçka veçantë që e kom shkru vetë, mirë po e kom vendos tekstin vetë sa për ilustrim për me po. Këto do të thotë nëse peshenja është një timer apo deadline, ku të regon për next bootcamp kur ka më konë. Do të thotë kjo koha ose data që kalkulohet kur ka me fillu next bootcamp është varësisht se kur e vendos përdoruesi datën të admin paneli, mas ne I kallëzoj ma vonë. Këto I kom vendos, këto I kom vendos do të thotë disa prej gjuhëve, gjuhëve programuese që I përdorin zakonisht në bootcamp, edhe kom vendos edhe me marrë pjesë atend. Qa kom menu pak ma ndryshe është që bootcamp do të thotë si full stack program, me ndonë në front-end, back-end edhe full stack, në 3 kategori. Kjo është arsyeja pse unë I kom dhënë disa prej gjuhëve në rutin home, do të thotë. Për me marrë ma shumë info dhe me thonë më një të se cilja kështë. E kom vendos një footer ku I kom vendos gjuhë të framework, platformat edhe kategorit. 2 botona I kom vendos edhe 5 logot për rrjetet sociale ku se cilat qënë dhe me thonë për shambull në të Facebook o qënë direkt të grupi për programera ose në YouTube ose në Google. Edhe pse kjo dhe të bootcamp është program online, unë edhe që kom vendos një map që të paktën me imagjinu që ka dhe se li. Atër po vazhdoj të kurset. Kurset janë këto, që unë I kom vendos. Këto janë videot originale të YouTube channel të Ilberi që I ka të për programera. Do të thotë nëse për shembull të bootcamp 21, kjo është videoja e parë e krejt playlistës të bootcamp 21, që kjo është YouTube channel ku qënë direkt të YouTube, të Facebook për programera, edhe për shembull nëse këto e klikojmë, na qëndëri të faqja për programera, nuk e di pse e kam rrjetin që ka është dëpcat. Okej, qa vlen me të këto është që kjo do të thotë që ka peshen një video, titoj, të join bootcamp, për shembull nëse bojmë join bootcamp, na qëndëri të një rut I veçantë që e kam një në regjistër, mu regjistru, do të thotë kjo është një rut e veçantë, ku mundën mu regjistru edhe një kësisht do me thonë është edhe e validu me që tha mundësi qa ku mujtë mi parashiku për mu validu inputi. Perfekt, është diri këtu, nuk po du me të ndërhy, po du me të lanë me e prezentu komplet. Qysh me mujtë me largu qëta që po ndele... Ajo sipër, besoj që mundesh me kap edhe me lëviz anësh. Nashta nuk pe klikoj më besoj. Okej, që të pello. Kjo që apesheni këto të thotë që ka dhe një feedback ku mëndet përdoru si me vlerësu se cilin kurs. Mirë po kjo nuk është statike, diçka që është vendos prej React, po kjo është një API që unë e kom dërtu vetë me Express. Dhe të thotë me Express në hostin 3000, që të thotë është e vendos në komplet që ajo API që komunikon. është e vendos në localhost 3000 edhe get request, a do të thotë bëhen të që kjo 3000 nishi, ku është i vendosur edhe projekti. Realisht një API që nuk ekziston. Kështu që kom vendosur që për çet arsye unë më ndërtu një API vet, ku mund me menaxhu edhe
me vendos çfarëdo që nevojitet për shembull për bootcamp. Çto është një buton donate që unë kom pasur për programera ku mundëm persona ndryshëm me bë donacione për më zhvillu webi, kështu që nëse shkojnë atë donate, do të thonë që to e kom përdor një paket veçantë që ka emrin React Credit Card, edhe që kjo credit karta që peshelni është një komponente veçantë e cila thirret direkt prej paketës, edhe është kështu e stilizuar. Për shembull, nëse te card number vendosëm me bëni 5-4, kjo bëhet Mastercard ose 4-5 diçka, edhe siç pesheni do të thonë edhe këto dhanat vendosen këto. Te CVV-ja kthehet mrapa, që është që kom bëu për donate, do të thonë validimin e ka të gatshëm prej paketës, që është edhe arsyeja pse thirrën praps këto bëhen thirrën të që kjo komponenta kart që ka emrin. Te mentor, këto i kom, edhe kjo do të thotë është i vendosur në mënyrë statike. Unë i kom vendos, e kom përdor fotën e Ylberit, ndoshta se ka problem që e kom përdor. Po arsyeja pse kom përdor është se kë mon bootcamp, edhe i kom përdor jo aktor që këta e ngon profesora në serial, veç që kom vendos pa naj diçka në arsye veçantë. Këto do të thotë në GitHub, këto në GitHub është userat real, ku të qojnë të këta, për shembull kjo qënë të GitHub account e Ylberit, të regon do me thonë çka është full stack, qysh me kontaktu edhe një përshkrim të shkurt, që unë se dija, ka diplomun 2010 në ajove që kom shkru kërkoj falje nëse kom përdor pa leje. Ja, pa me rak, regull është. Te materialet është një rut me drop down. Arrova më të tregu që kom përdor paketën e Bootstrap për me stilizu. Nëse jina këtu te Books, do të thotë që është një API e veçantë që i merr do të thotë librat më të lexuar të vitit. Unë i kom marrë 15 më të lexuar për këtij API. Edhe qëto qapisheni, fotot edhe këto dhana do të thotë janë gjitha reale. Këto është ISBN nëse ju vjen për me gjetë, ose edhe nëse shkojna me buy now, shkojna të qaja libre real ku mujna me ble në Amazon. Nuk kom përcjell ta librat shumë, po të paktën prej dokumentimit e API thojke që ta libra do të thotë janë 15 më të lexuar për vitin 2021. Unë i kom vendos si materiale për me mësu për bootcamp, po nuk i kom sortu libra si libra të programimit, por më bo për ilustrim si libra thjesht. Qëto, unë zakonisht e shoh kur kemi me bo projekte, sidomos kur kemi me bo fetch me API, e kemi probleme gjithë në API të mirë, ku s'ka nevoj me bo shumë account me qelë, me Gmail e kështu. Kështu që unë e kom marrë një API i cili bën fetch API tjerë, edhe këto janë dikon gati 10.000 API që janë free. Do të thotë është emri, protokolli, është një description i shkurt që kjo është linku të redireccionon direkt të qaj API, për shembull i pari nëse klikojmë, na dërgon të një API i cili është për kafsh diçka. Nuk e kom lexuar dokumentimin më shumë mirë, po ja vlen më cek që qëta API dhe tëtë jam free për më përdor, që që nëse ju duhen e herë, mëni kur të vojna projektin publik me marrë qëto API sa dush, që të i keni kategorit, nëse vësheni në fund, mëni me marrë sa dush. Qëto të grupe dhe tëtë unë kom punu pak për me pa qysh funksionan një ndërlidhje mes back-end dhe front-end. Para se me vazhdu, unë e kom kriju një mini database që e kom vendos në localhostin 3002 edhe e kom qujtë si një objekt bootstrap groups. Për arsye se grupet, kom dasht mi sortu grupet varësisht se qysh një menaxhen admin paneli. Nëse shkojna qëtë, isheni do të dy grupe që një është admin panel edhe një është guest view. Nëse shkojna atë admin paneli, e kena do të një krët form, ku grupet shtohen varësisht se qysh i menaxhen për admini. Mujna me bo një add group, edhe mujna me alo një amën, për ilustrim. Mujna me thonë full stack. Duna me cek që validim të admin paneli nuk ka, syja është që mund me ndryshu kërkesat
me një kohë shumë të shkurt, kështu që admin paneli duhet me pas pak ma kujdes për çështja e menaxhon faqen e vet, se vojna të vetë video. Edhe që i kena studentat, unë kom vendos një protokoll ku maksimumi nuk guxon me kalu 50 studenta, mirë po unë pivoj veç 45 për momentin, edhe shenim që qaj bootcamp është vendos dhe tëtë, ku mujna edhe me editu, pa problem, mujna mi vo për 35-32, bojnë 32, edhe që kjo është pjesa ku menaxhohet prej admin panelit, ndërsa une të pjesa e krudit, të pjesa e view, ku ka nevoj me shiqu, nuk e kom punu të admin panelit, për arsye se admini veç pishet që ka vo, çfarë type, çfarë kur i kalon datat me startu, me përfundu, mirë po unë e kom date një rut i veçan që ka një guest view. Nëse shojna të guest view, dhe të që të keni me pa çfarë tipi është i bootcampit, që shëta që i kom donë 3 loje, emri, që shë kalon, data kur fillon, kur mbaron, kush e jep, edhe që të keni një join, edhe që të keni members, që të është një load bar, që të regon edhe sa ko më mush komplet numri përdoruzve, që të keni një spinner nëse pesheni, edhe next bootcamp që të keni një deadline. Mirë po në këta kom validu, për shambull, nëse sheni që të, joini është disabled, nuk mund është me bo mo join në këtë grup, për arsye se edhe pse nuk jem 50 antar, ka përfundu deadline. Momentin që përfundon deadline, largohet spineri edhe blokkohet join, dhe të të mo nuk mund është, po që të kom gjon një veç për testim, si që përsheni është deadline aktiv, alo 1 ditë e 5 orë, edhe nëse vojna join, që kjo është faqe e validume. Nëse i shënën planat e mija, që të pilohajt qëto, full stack, edhe pjavej submit, dhe të thët edhe nëse shkojna që të shëni që kjo bloku, edhe pse deadline është hala, kjo është bloku për arsye se jëmë vo 50 antarë. Mënyra që shekom punu sa i përket arkitekturës, se të regova që e kumbo me layer, këto më një me gjithë 2 fajle, më një me gjithë fajlen e parë që është Languages API, më një me gjithë edhe qëto courses që i kom editu, kur dëni me bo një API me Express, unë se kom ditë, po i kom su gjatë jave qëto course, qka janë, është një farë menagjimi ku admin është një farë lej ishë menagjimi në mbas të HTTPs në browser, sot lejon për me fut dhona se me pas të akses në lokal server. Edhe në 3002 që shukalzove a kom vendos që dal mini databazën që kom vendos, që kjo që është JSON, ku që të në vendos në të të qato dhona për kryt forma. Edhe të app i kam veç rutat, komplet rutat që kom i përdor, të editimi dhe të normal që bojnë me ID që kemi mësu për me ditë të cila kryt form me ndërhy, edhe këto komponentat dhe të veç është veç një folder komponentat, ku komplet komponentat donë mas nej se cila rute ka komponentën e vetë edhe komplet që përfshin që ju mundu me nda me module dhe komponenta. Paka shumë që kjo është qa unë e komponu për web edhe menaj që kom ishtu edhe desene tjera, i kam 2 website që më i me përdor, për me gjatë sa e përdori qëto për mi shtu në ashtë desene tjera në backend me validim me databaza, me lidh në iPhone, mëse me shtu edhe në herët 3, po paka shumë nëse s'kom harru diqka, me spjegu që kja është qa në komponu. E bukur Valmer, të lumt. Une nuk kam ndë një komend diqka, i përfshin e gjithë shka që ka ke punu, e dëgjoha me kujdes, kodin, strukturimin, gjitha gjanat do t'i shoh në GitHub.